Kjo kafsh thuhet që është pa që ishën kone Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ardhur paka shumë për shkrimi i saj. Dhe këtë Allahu Gjelle Gjelalu e përshkruan pa mija jetë kuranor. Kjo është diçka mos e vërtet absolute, pa kontestueshme. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, e kur të dëvinja i moment, pra momenti i kiametit, para kiametit, dhe fjalët e njerëzve nuk do kenë dobi mo, ata kishim dit, atë kishim, s'ka mo. Atëherë thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu do të nxjerrin nga toka një kafsh. Kështu ka ardhur në Kur'an dhe kështu duhet me thonë. Çfarë do të jetë e veçantë e kësaj kafshe? Tu kellimen nas, do të foli njerëzve. Çfarë do të foli njerëzve? Ti je kafir, ti je besimtar. Kjo është, s'ka për të thonë fjalë tjetër më. Do kjo fjalë do shoqërohet me vepër. Cila do t'jetë kjo vepër? Subhanallah. Kjo kafsh i modhi Allah Gjelle Gjelaluhu do t'a pajisi me një tip si tip vule. Do të vëlosin mballë kush është gjallë në atë kohë prej krijesave njerëzore. Ky është kafir, ky është besimtar. Thot i dashmi Zot alayhi salatu selam e përshkruan veprën e kësaj kafshe. Do të dali, thot, kjo kafsh, thot, mes njerëzish. Fetesimun nas, fjalla wasëm në arabisht, do të thot një fjallë, ka qenë përdor në disa zonat të Shqipërisë, ke Kuajt, i bëjnë me shenjë me dëmk. Kjo quhet wasëm gjuhën arabe, që do me thonë shenjë, njollë, po nuk hiqet mo. Jo enzime, ose e plagosme, jo shenjë që nuk do të hiqet mo deri në kiamet. Bile kanë thonë dhe ulemat, edhe në kiamet me atë shenjë do të rinjallet. Zotë, në rrëtë. Sa që e përshkrim i dashmi Zotë, një përshkrim, subhanallah, një përshkrim, të lahtashën, figurativ si kur ajo ka dalë në atë moment edhe po shpjegon sahabëve. Thuat që kjo kafsh do të qarkulloj 20 ditë, edhe të imi 20 ditë, pra gjitha këto shenja, shumica e mendimtarëve të ulematëve dhe argumentet është që ashtë të tjenë 20 ditë.